Përshëndetje. Përshëndetje. Hajde. Knaqësi shumë e madhe me qenë në Breveva Libertas Pahiu në 25 pyetje. Kohë gjatë po. Edhe kur thoj që Indri ka lu muzikën për biznes, thoj që një çfarë biznesi Indri? Çe prova konkrete, vani ti punës, a? Po, kjo është zyrja ime, po e janë uluni. Faleminderit. Zyrja jote që një koha, që sa merresh aktivisht me biznes edhe me angazhime familjare. Për momentin kum hyrë në vitin e 4. Okej. Edhe gjithçka ka ecë shumë mirë. Këtë jemi në bashkëpunim me Bacin Bexhet Pacolli. Respekti për Bacin. Faleminderit. Kemi nisë tash këto ndërtime, janë të ecë shumë mirë. A ma mirë industria muzikës a industria biznesit edhe ndërtimit? Po del pyetja, e keni herët njënës edhe herës tjetër. Tash okej, muzika e ka vendin e vet. Normal. Po natyrisht biznesi është një sen i mirë për të ardhmen. E vërtet. Pauzë gjatë, shkputje e madhe, pse ndodhi kjo dhe ku ka qenë Indri këto kohë? Indri ka pauzu për arsye se unë kum hi shumë i ri si këngëtar, edhe natyrisht pak tranzicioni për me knu për moshatarët e mëdhej, edhe për këtë arsye kum pauzu. Po tash jam bo gati që mu rikthy apet. Gati për rikthimin. Një periudhë kohë e gjatë dhe tu e di që industria e showbizit dhe muzikës ndryshon shpejt. Hyrje, dalje, po besoj që me këtë rikthimin që e shënove zyrtarisht me Big Brother, po zyrtarisht edhe me projektin që duhet të mërkurën, kish ndru. Nashta dy gjëra që transy që ka ndru për keq prej kohës kur e ke lënë muzikën Indri? Ka ndryshu diçka, për keq jo, përkundrazi njëjta, dhe po mdokët njëjt. Jo na i farë ndryshimi diçka i madh. Ke lënë gjurë me projektet tuaj, unë kam që secili i kemi mendje, sidomos gjeneratat e reja, unë jam nashta s'po di me vjet pak më i madh se ti, po i di hitet e asaj kohe, edhe jam kam që për me nuk harrohen përkundër viteve. Nashta mundon një minutë tash kur e mendon. Cilin prej aty në projekteve të asaj kohe e kishe zhduk? Jo, asnjë projekt nuk e kisha zhduk, përkundrazi projektet gjitha që i kum bë, i kum bë shumë të mira projektet, ato janë projektet e fillimit tim si artist. Po. Po tash jam bë gati që të rikthehem pak më mirë, më fuqishëm, edhe normalisht që projekte pak më profesionale se që i kum bë atëherë. Normal. Tash, projektet janë aty në internet, po në internet janë edhe intervista, momentet virale që njerëz nuk harrojnë edhe po që edhe vet ironizojnë nashta me ato momentet virale të asaj kohe të rinisë së hershme që vazhdojnë me kon virale dhe trend. iPad-i në frizura, kur kam qenë i pirë. Po. Me cilën prej tyre qesh më shumë dikur ishte në rjet? Unë qeshi me gjitha, po natyrisht s'është jam prek apo jam po nervoz, përkundrazi kjo u ka në reklam për mu. Ma ka dhënë një shtytje shumë të mirë. Nuk u ka diçka që ka ndiku keq për mu. Për mendimin tim intervista në Shqipëri kur kam qenë i pirë është ka pakur këtë në moment. Po, ajo ka një intervistë shumë virale. Po, kur gjo keq s'ka ndiku te unë. Përkundrazi hiq as pak. Vetëm u ka në reklam për mu. Shumë sa kështu ki raportin me alkoolin tash, e kom përshtypjen që s'kësha. Nuk jam që konsumoj shumë alkohol kështu, ndajherë në ja pak më të veçanta, të arsyeshme, jo kështu për ditëshmëri, çdo ditë. Çka bindi me u rikthy? Për shkak se kërkesat kanë qenë të vazhdueshme qysh para pandemisë, mandej pandemia ndodhi, po qysh tek njerëz kanë marrë mend dhe kanë pasur shumë simpati për ty, po ku thaj që okay, kjo është momenti, që kjo është puna për nuk dohet më këthy. Puna është që unë jam marrë me muzikë prej kur kam qenë i vogël, edhe unë edhe i kum dhënë premtim publikut që unë do rikthehem, po njëjtën kohë unë s'jam lal asnjëherë. Kum punu çdo ditë në studio bashkë me Zapin, njëjtën kohë edhe bashkë me Metin, menaxherin. Kemi punu që kur të rikthehem unë më rikthy fuqishëm. Po ta vim pyetje përpara se me ndru ambient që sidomos për i pramshit, ju intereson njerëzve më shumë, ndjesia jote. A mendon që kanë desht njerëz në jetë për interes? Ka ndoshta prej tyre që kanë dash për interes, po njerëz se më të afërt jo. Kanë do që e kum pas person tjetës, jo,
s'ma merr mendja. Më gjatë se kuptova përgjigjen e diçka që u bën në ramën për ajnë. Do më thënë nuk ndje që konkretisht personi pjarë ka dash për interes. Jo, absolutisht jo. Ata në Big Brother po kanë të folë katë, kanë të bërë lojë. Besoj që po, Big Brother është lojë, kështu që ata atë punë e kanë, do të me folë ata diçka. Endri jemi brenda hapësirës së zyrave të Albanikës, po shoh edhe maketën me një hapësirë tjetër, domethënë një super ndërtim, revolucion ndërtim Prizren. Ku jem na fizikisht në këtë hapësirë apo na orienton pak? Këto jemi në Dardania 2, afër Jaglenicës. Kjo është kompleksi që po ndërtohet. Një pjesë ndërtesa Prizreni më sa i ri. kuptova janë thuajse të përfunduara, a? Janë në ndërtim e sipër, Në po ndërtim e na për sipër. momentin jemi këtu. Këto objekte këni vetëm kanë filluar mu ndërtu. Kjo shkolla është e ndërtuar dhe përfunduar. Edhe jemi tu vazhdu edhe me pjesën tjetër. Lagje edhe hapësirë me gjithçka domethënë. Po. Një qytet në veti, me sa po. Kjo është si qytet në veti, Me sa po e kuptoj. 21 objekte janë këto, 21 me objekte. shkollë, me çdo kusht që banorët duhet mi pas. Super. Nuk më i pa të pyeta për pjesën e Big Brotherit, projemi të Big Brother, domethënë e ki ndoket gjak e ki sa ardel me dhezë edhe me bu shumë buj. Takimi me Benitën e pat një vëmendje shumë të madhe, po du më unaj fillimisht tek Benita si person. Ajo ka tregu edhe vazhdo me tregu sa shumë ka respekt edhe dashni për ty. Mirë, po më intereson sot me krejt kohën që ka kalu në raportin e juaj, me lojën Big Brother, qysh kishe përshkru Benitën me një fjalë? Benitën unë e njoh shumë mirë. Benita ka një zemër shumë të mirë, është e drejt për drejt. Dallim prej banorëve tjerë, Benita është më e drejta aty. Me e drejta. E pse ka që takimi ka pas shumë komente edhe një viralitet të papamërjet, cili është nështë ta komenti më epik që e more për takimin brenda Big Brother VIP Kosova? Komente ka pas shumë komente ekstrem, po s'është e kisha veç unë ai koment kështu. Gënjeshtra më e madhe që ke thënë në një intervistë deri sot. Që mbaj mendon asnjëherë s'kum gënjy në intervista, gjatë kum fol sinqert për çdo pyetje që më zhbo. 2026 ta nisi suksesshëm këtë rikthimin ton muzik, po e di që nuk e kalon as me një projekte, se kalon as pa një plan të detajum, po më intereson sa këngë të reja i presim këtë vit nga Indri. Momentalisht, unë me Zapin kemi bërë shumë këngë, po tash për tash 5 deri në 6 projekte kanë mu lansu, që janë gati. S'kam qare pa pyet edhe për një që vetë the që pritet me qenë dedikim në Big Brother, jo kjo që po e kënova the, po tjetra. Po. Apo na zbulon pak të një varg për asaj këngë që është dedikim. Kjo kënga është shty pak, Pse? pak, bani ndryshim, po keni më ndëgju shumë shpejt edhe ato. Po njerë kum publiku kitë këngën pa ty, që është këngë tepër e mirë dhe publiku e priti shumë mirë, si Mla shumë projekt temin përshtypje parë. edhe videoklipi me AI. A ke dëshirë e jotja kjo? Apo bashkë me menaxhmentin? Bashkëpunim e menaxhmentit, një ide pak më ndryshe se tash edhe gjithçka po jesë Në përpara. kohën e AI po jetojmë Po duhet mu përshtat me kohën, se gjithçka po ndryshon. Arsyeja kryesore e ndarjes në lidhjen tënde të fundit. Në të kohët e fundit që ajo që pedim krejt. Tash mu kanë lidhje e parë, s'mu i flas shumë për çfarë arsye, po s'është që kemi pas ndaj keq raportim ndaj sen, na ka shku lidhja shumë mirë, po që shkum folë në Big Brother, masi që të përfundon Big Brotheri, kemi me bisedu edhe do e shohim se si do vazhdoj. A ka ndaj gjas për i bashkim për krejt ata që po hamencojnë dhe dëshirojnë një gjë të tillë? Si dihet, unë i thashtë edhe Benitës në Big Brother që ka jetë edhe mas Big Brotherit. E vërtet. A e këthy na i televizor në Big Brother në VIP Ma kam Kosova? bërë shpesh këtë pyetje, jo, nuk e kam thy në i televizor, ama ma kam bërë shpesh këtë pyetje. A e kon gat me thybilën e herë? Nuk i dihet aty. 1-2 herë po më doke. Aty pela enigma mirë.
Lojtari apo lojtarja më e mirë në këtë sezon të Big Brother VIP Kosova sipas çka ke mujt me pa ti nga distanca? Lojtarët mira, ç'a muj të them. Unë muj të them vetëm për Benitën se një mirë, muj me thonë që është ma e drejt për drejt, nuk rren. Çka do të thotë sinqert, edhe nuk janin. Nuk i rrotullon muhabetet e sene. Çati për aty ta thotë çka është e vërteta dhe nuk e ndryshon fjalën. Nga 10 sa reale është Benita në këtë lojë, me qenë se po e cekë si detaj të lojës saj. Pa pik dyshimi 10. 10, okej, interesant. Komenti yt për raportin me Klodin edhe mbrojtjen që ta bëri Benita dje në Prime? Që shunive? Se tem ke, pak unë aty ke tem një 2 orë, po. Çka të them? Ajo është pjesë e lojës Big Brotheri, ata secili i përdorin ato metodat e veta, secili me dal më i mirë se tjetri, po siç e thash edhe më herët, Benita është aty më realja për krejtëve. Një gjë që nuk ja thën takim, po që pret me ja thon kur del jashtë. Shumë sene ka. Një pyetje zbulona me qenë shumë. Ma mirë pak me lanë surprizë. Keni me marrë vesh gjithë. Çka të ndodh me ju dy pas këtij bigu? Masi që të përfundon bigu, kena mu taku, dhe kemi bisedu kogja do sene. Po që thashë ma herët, pethama pet, ketë pa përfundu Big Brotheri, nuk muj me jap në i përgjigje konkrete. Po kemi me pas një bashkëbisedim, po pa marrë parasysh, apet mirë kemi me qenë. Kemi pas raportet e mira, si miq, edhe nëse nuk vazhdojmë diçka ma shumë, prap kemi pas raportet e mira, sa jo edhe ka tregu vetën mrena në Big që i ka raportet e mira edhe pse nuk jemi bashkë. A je person që falë, kështu zakonisht Endri? Shumë zër. Shumë zër, nuk është që fali kështu, po krejt në varet me kohën pak i analizoj senet. Jo pak po shumë. Me qenë se jemi të ke pjesa kitë së zhurmës të madhe që u bo përmes pjesëmarrjes së Benitës në Big Brother, normalisht që një farë Big Brotheri luhet edhe jashtë, sidomos mes antarëve të familjes, edhe mes gjithçkaje që i përfshin njerëz e lojtarëve aty brenda. Po më intereson çysh është raporti yt sot me familjen e Benitës, mas 2 muajve lojë aty brenda. Raporti është tepër i mirë, unë kam kontakt me ta, kam bisedu që për çdo sen mujnë me bisedu edhe me mu çka do që ka nevojë, i kemi raportet shumë të mira. Apo si thonë atëherë, si tash. Apo thonë pjaqëllon as pjaqëllon si lojtare. Aty ka pyetje shumë aty. Pak ankesa aty, pak ankesa ata me gjë. Natyrisht kanë mbështetjen. Normal. Kanë mbështetjen që Benita më shku deri në finale. Unë kam respekt shumë për ta, edhe ata kanë respekt për mu, edhe normalisht e mbështesin vajzën e tyre, kështu që edhe unë i kam të njëjtat pozita. Na SMS a ke shua jo? Trego drejt. Ku? Në televotimet e Big Brother. Po, Veç, dërgu. po besoj po mdoket ko ke aktivizu për ka sa ma shumë afron finale, sa që ma shumë SMS. Normalisht kanë telefonat në dorë, kështu që tash i rrin gati ma shumë. Një gjë që njerëzit e mendojnë për ty e që nuk është heq e vërtet. Farsane. Diçka që se ku menu nejherë. Unë e kam përshtypjen që njerëz mund me mendu që je pak mendje madh, po me kontaktin tem të parë me ty fizikisht sot, muj me thonë që je shumë për tokë dhe je shumë i kulturuar dhe i thjeshtë mbi gjitha. Kjo puna më në madhit nuk jam as pak më në madh. Ndoshta në pamje t'jash me dukën, po deri të qëndrojnë njerëz me mu, deri të bisedojnë, mujnë me pa tani që çfarë person jam. Se kështu jo, nuk jam as pak. Gjëja e fundit që ke kërkuar në internet për veten tënde. Sot që e mbaj mend. Se mbaj mend. Ku është e vetën pas një viti? Pas një viti, me disa super projekte, shumë profesionale, edhe me do surpriza që pjavlo me kohën, mi pa dhe jo. Diçka që kemi bë gati shumë bukur. Edhe po besoj me shumicën e syre banesave të shitme, a? Besoj që po këto banorët kanë mi pas do super kushte të mira në kitë kompleks. Si që përshini edhe vetë kjo qytet në veti, me gjitha kushtet që banorët edhe mos me pas vështirë
mi plotësu kushtet e veta, çfarë do lloj kushti që kanë tu fillu prej shkollës, se shumica kanë fëmijë, edhe pe kanë ma problem transportin që me shku larg, me makinë, apo kombi, apo autobus, këtu mujnë me shku për 1 minutë, hiq ma larg. Po gjithçka me një vend, këtu ka me pas me qerë dhe me restorante, me kafiq, me markete, supermarkete, me gjitha. Endri, unë po të falenderoj shumë për 25 përgjigjet tua në 25 pyetjet tona. Kënaqësi shumë e madhe, më një farë rikthimi pas një kohë shumë gjatë dhe faleminderit që nuk na the jo, se e di që ke pas edhe shumë kërkesa edhe shumë interesim medial. Unë po t'ju uroj gjitha të mirat edhe kena mu pa po besoj në projekte edhe në gjana tjera që kanë marrë së shpejti. Faleminderit edhe për juve, natyrisht që ftesën e ju e kum pranu me njëherë, shkaku se ju edhe më keni mbështet shumë, si sot e maj mend që ju jeni kanë të parë që më keni mbështet, dhe normalisht unë ja kthej gjithve me të mirë, kush mbështet, unë e kam ja kthy 10 herë ma mirë. One chocolate, two chocolate, më kujtu ajo e kthimit më të mira që u bë virale për Big Brother VIP Albania këtë ditë. Kënaqësi e madhe, Indri, shumë faleminderit. Shumë mirë.